Dhe drejom za naltë është ta? No, për një me a? Hajde shkojna? A te Beroti është një intervista? A te Koci, okej. A keni fillua halo? Halo? Përshëndetje zoti Hamza. Si je? A je mirë? Qish po galen? Qish po e të fushata tash? E keni koqa spiduse edhe pse realisht 4 herë mrena vitit është pak si shumë edhe kjo është lodhja edhe për votues edhe për gjithçka, po kjo është realiteti, është një atmosferë pozitive, një energji pozitive, ti jem të bë punën qysh është mas mirë ti, me një program të mirë, me një ekip të mirë, me energji pozitive, optimist dhe presim rezultat mirë. E çka po, cili është reagimi më i madh që po merr prej njerëzve se tash kitën kohën punë me pal, çka po i shqetëson më shumë, ku pe kanë brengën më të madh? Më i madh është rritja e çmimeve, të ardhurat e ulta. E çish luftohet që kjo zoti Hamza, rritja e çmimeve? Rritja e çmimeve luftohet edhe përmirësimi i standardit të rrit të ardhurat, normalisht sa më pak tatime, jesi më shumë pare për njerëz, më shumë paga më të mira, njerëzit ju rritet fuqia blerëse, edhe kur ti hjek të vëshën në produktet bazike, në energji elektrike, ajo reflekton edhe në ulje çmimeve. Edhe normalisht ne do të punojmë me pas prodhim të mbrëmshëm, me rrit konkurrencën edhe me ul çmimet. Do me thonë fokusi kryesor nëse vini ju në pushtet ka me qenë te ulja e çmimeve. Fokusi kryesor ka me qenë te krijimi kushteve për zhvillim të qëndrueshëm ekonomik, për krahje të bizneseve, hapje vendeve të reja të punës, paga më të mira për të punësuar në sektorin privat dhe në sektorin publik, dhe kjo ndikon në përmirësimin e mirëqenies së qytetarëve të Kosovës, gjithmonë të i pas për bazë për krahjen për kategoritë nevojshme siç janë pensionistat, familjet në asistencë sociale. Kur po flas për pensione, po flas për gjitha ato transferet që bëhen përmes buxhetit të Kosovës për gjitha kategoritë dhe kjo ndikon pastaj edhe në përmirësimin e standardit jetese për qytetarët e Kosovës. Po prioriteti i madh është arsimi, shëndetësia, investimet në energji, në infrastrukturë, se pa arsim të mirë dhe cilësor ti nuk mundesh me pas as zhvillim qëndrueshëm ekonomik. Po do të më qenë një ndërlidhje më e mirë mes arsimit edhe tregut punës. E qartë. Edhe një pyetje të fundit, më fal kat që po të përzina çështë, cila mendon që është pika më e dobët e pushtetit aktual? Po mendoj mungesa e rezultateve konkrete, do të thonë nuk kemi një përkeqësim të klimës të bërit biznes, një rrëmje të optimizmit në biznes, kemi mungesë të projekteve do me thonë se në infrastrukturë, unë nuk e di cili projekt është i madh që ka filluar dhe përfundon me këtë qeveri. Rritja e çmimeve. E pika më e fortë? Jo, ka halo tjera. Lista është e gjatë. Po, është normalisht që, domethënë, mungesa e zbatimit të ligjit, mos respektimi i vendimeve gjyqësore dhe gjykatave, e gjithsesi edhe aferat e ndryshme të përfshi ato në energji, rezerva shtetërore, kontratat një burimore. Janë edhe diçka pozitive apo na gjen. Po çuçi ka. Çka për shembull që ka bërë diçka VV-ja që të kalon përshtypje për të mirë. A ka në Isan? Po shiko, gjitha këto përkrahjen që ka bërë për kategoritë e ndryshme janë pozitive. Edhe shtesat e fëmijëve është pozitive, po do të murrit. Do të më qenë më të mëdha dhe çdo punë e mirë, domethënë është mirë për vendin, mirë po realisht unë po flas në raport me mundësitë që kanë më bë. Jo nevoja, se nevojat gjithmonë kanë më të mëdha se sa mundësitë. Po flas mbrana mundësive reale, kanë mujtë mbrana 5-6 viteve të fundit më bë më shumë. Edhe dim që kemi një përkeqësim edhe të pozicionit të Kosovës në relacionet ndërkombëtare. Ndërprerja e dialogut për partneritet strategjik është dëm i madh. Edhe kjo blokada që ka qenë nga BE-ja dhe pse unë kam shkruar letër, ju e dini, më herët zyrtare për më na hek mosat, më na hek blokadën, po prapse do më bë. Përveç domit financiar është ai domi reputacional, kështu që ajo që është mirë e vlerësoj, edhe tham është mirë po edhe këto dukurit që kanë qenë negative i tham, normalisht me gjuhën e duhur, po i ngritjes si fenomene, si probleme, dhe e di që ka pos mundësi ma shumë, e jam i sigurt që me neve në pushtet ka me ndryshe ma mirë.